Ish fusha aviacionit të Shtojit, jo më larg se 4 kilometra, në veri të Shkodrës, prej vitesh është kthyer në një vend depozitimi inertesh dhe mbeturinash. Siç dëshmojnë edhe pamjet, gjendja e saj është tejet e rënduar, ndërkohë që dikur ishte qendra kryesore e stërvitjes së pilotëve të shkollës së aviacionit ushtarak. Një sipërfaqe për mbi 20 hektarësh, sot i ngjan një landfilli mbetjesh, ndonse vazhdon të jetë në inventarin e Ministrisë së Mbrojtjes. Reparti radiolokacionit dhe ai kundraeror që mbronin këtë fushë u shkatruar në vitin 1997 dhe që prej asaj kohe gjithçka ka mbetur jashtë kontrollit. Ish fusa aviacionit të Shtojit u ndërtua nga ushtria italiane gjatë 3 dekadave të para të shekullit të kaluar dhe konsiderohej strategjike për kohën, për kontrollin e fluturimeve në Ballkanin Perëndimor. Gjatë periudhës së mbretërisë, ajo shërbeu edhe si aeroport civil lokal, prej nga avionët e kohës fluturonin deri në Sarandë. Edhe gjatë 25 viteve të sistemit monist, përveç funksionit si aeroport ushtarak, fusha u përdor në disa raste edhe për fluturime civile. Por me shkatrimin e ushtrisë, në mars të vitit 1997, u dëmtua rënd edhe baza ajrore ushtarake, duke lënë këtë hapësirë në harres deri në ditët e sotme. Ndose gjatë 3 dekadave të fundit, është folur her pas here për hartimin e një projekti për rehabilitimin e saj dhe kthimin në një aeroport funksional në shërbim të zhvillimit të turizmit, ka munguar një qëndrim zyrtar, si nga Ministria e Mbrojtjes, që e ka në pronësi, ashtu edhe nga Ministria e Turizmit, e cila nxit dhe promovon projekte për zhvillimin e turizmit. Sipas specialistëve, krahasuar me investimet në zona të tjera, kostoja për rehabilitimin e fushës së aviacionit të Shtojit dhe kthimin e saj në funksion të flotave ajrore turistike do të ishte më e ulët. Një investim i tillë do të përbënte një mundësi reale për zhvillimin me ritme më të shpejta të turizmit në gjithë hapësirën veriore të vendit, si dhe në bashkëpunim me Kosovën.